Fillimisht erdhi si lugat, pastaj u bë sextoy, së fundmi e kërkoi një virgjëresh, ndërkaq tani po don me shku në Amerikë. E kanë fjalën për këngëtarin Gjon Karica, i cili në vazhdim na sjell disa pavame nga prapaskena e videoklipit të tij më të ri dhe këngës së tij më të re, titulluar 0815. Se çka do thot ajo fjalë, e kuptojmë bashkë në vazhdim. Prive, a je gati? Se po vjen t'u gati. Sontet kom femen, nesër kom ex. Fjala ndryshe definitivisht dhe vlen për të. Stili i tij i veçantë në tekst të shqiptimit të fjalëve në stil të veshjes, madje edhe në performancë, bëri që të pushtoj portalet vendore për mënyrën e tij të prezantimit. Fillimi i tij ishte me këngën Lugati, një prezantim me vetvetes në formë tjetër dhe paksa të frekshme. Më pas erdhi me duetin dhe këngën e shumë përfolur Sextoy. Pas këtyre fjalëve ndryshe, këngëtari erdhi në bazë të kanunit duke kërkuar femër virgjine. E tani gjërat kanë ndryshuar. Gjon Karica po vjen i njëjtë. Gjitha kritikat e media dhe gjitha komentet që unë i kom marrë kanë qenë të ndryshme dhe aty jam inspiru që me bon diçka, ndoshta pak me një frymë ma ndryshe. Edhe vendosa që ta quj këngën 0815, e cila do të thotë i njëjtë, i zakonshëm. Edhe është një projekt shumë i zakonshëm, do thotë nuk ka diçka ku më thonë se diçka të ndryshme sikur na mësuar po gjithmonë te unë. 0815 paraqet një kod sekret që është përdorur në luftën e parë botërore përgjatë bisedave të fsheta shtetërore. Ajo paraqet diçka të njëjtë që po ndodh gjithandej. Kështu dhe titullohet projekti i ri i Gjonit. Klipi dhe kënga është punuar nga një ekip i kombinuar. E kam shkruar tekstin e këngës, Antoniu e ka bë muzikën. Videoklipin është të e bë aja një din, nuk e dina alo. Do të të grimin flokët e ka bë Selma dhe Kasi. Për garderob jam kujdes vetë, që aty shka kam zjetë pak ma shvejt në që kam marë. E veçanta e klipit është se këngëtari paraqiti me një pamje shumë në modë sa i përket veshjes, por e ndërlidhur me motivet e flamurit amerikan. Mos vallë, Gjoni është duke provuar të jetë një Bleona Qereti e radhës. Jo, une e kom lexu librin do të 0815, i cili në ka shkru Helmut Kris për luftën e parë botërore, edhe aty jam inspiru të thotë. Edhe tu e po faktin që une konga ekziston që moti, tu e po faktin që Amerika ka qenë një diçka shumë e madhe në atë kohë, edhe vendosa që t'ja la kongës emrin 0815. Se nuk ka asnjëherë nuk kam tentu me hynë në Amerikë. Ka pas gjithmonë interesim, po asnjëherë nuk e ka marrë me seriozitet. Amo jo, nuk po tentoj me dalë askund. Ky projekt që do të publikohet në mesin e tetorit është punuar para 2 vitesh. Muzika që ka promovuar në këtë këngë është Deep House. E pse është vonuar kënga ka arsyet e veta, nga se kjo lloj muzike është kohëve të fundit në trend tek ne. Kjo i bie që Gjoni ka edhe tjera projekte të gatshme që i rrinë në sirtar. Dejtë e vitë ri do t'jetë edhe një këngë re, po ndoshta edhe 2. Po një do t'jetë me siguri. 2 nuk muj me premtu, sepse ky vit ka qenë shumë i angazhuar për mua. Gjon Karica është nga ata njerëz që eksperimenton. Risit për të janë gjithmonë të mirë së ardhura. Të dëgjosh duke folur në tavolinë privatisht, kupton që gjërat që i bën mendon gjatë për to. Gjoni shumë herë atë që thotë edhe dita bëj realitet. Surprizat nga ana e tij nuk kanë të ndalur. Presim deri tek janari e shohim çfarë do të na servojë.